Vrasja e shqiptares Ilaria Stula nga i dashuri i saj, Mark Samson, tronditi Italinë. Autori me prejardhje nga Filipinet i mori jetën 22 vjeçares në debate sipër, duke e goditur me thikë, ndërsa bashkëpunëtore ishte edhe nëna 23 vjeçarit. Ajo dëshmoi se e ndihmoi në pastrimin e njollave të gjakut nga shtëpia dhe në fshehjen e trupit të pajetë. Së fundmi, media Il Messaggero ka zbërthyer dëshminë e autorit, i cili tregoi se çfarë e shtyu atë në krimin makabër. Ai tregon se raporti i tyre po shkonte drejt fundit, gjë për të cilën Samson nuk e pranonte dot. Isha gati që të luftohesh Ilaria të kthehesë e dashura ime, tha si fillim autori. Gjatë marrjes në pyetje, ai tregoi se si lindi raporti i tyre. Ne jemi takuar në vitin 2023 dhe më 30 prill të atij viti konfirmuar lidhjen tonë. Ne kishim një marrëdhënie normale si çdo çift, ne ulën ngritjet tona. Situata ndryshoi kur Ilaria më kërkoi të shninte notat e provimit të universitetit rreth 2-3 muaj më parë. Ky ka qenë gjithmonë një problem i madh për mua, një traumë që më ka djegur që nga shkolla fillore. Gjithmonë kam pasur ankth për sa i përket performancës time përpara prindërve. Ilaria më dha ultimatum se nëse nuk ja tregoja, atëherë do të më linte, thuhet në dëshminë e Samson. Ai më pas tregoi se nuk e pranonte dot ndarjen dhe të gjithë miqtë e tij kishin thënë që të hiqte dorë. Prokurorët pa akuzojnë Samson për vrasje me dashje të rënduar nga një marrëdhënie emocionale dhe fshehje të kufomës.